E ke shumë të Po stresi kudo. Emri i tij shpërtheu në media, emri i tij pushtoi rrjetet sociale. Një polemikë e egër që la shumë këtë habitur. Videoja Krajozit ishte padyshim ngjarja më e komentuar e verës. Një bombë që hapi shtegun pa fund spekulimeve. U komentua, u analizua çdo sekondë asaj nate. E gjykuan të gjithë, folën të gjithë. Përpos atij, protagonistit kryesor, i cili sonte këtu thyen heshtjen për të vërtetën e tij, ndërsa u tha se iku, u fsheh apo u tremb, ne stresin e gjetëm aty ku është gjithmonë i patundur në lagjen e tij. Këtu jam kont për çfarë do lloj situate, asnjëherë s'kom ika nga shtëpia jem, më kupton. Si ke kur për shtëpisë time çfarë do më ndodh. Këtu si gjithmonë këtu te vendi. Tha që po flet i fundit, pse vendose me hesht, sepse kjo heshtja jote i la shumë hapësirë edhe spekulimeve dhe muhabeteve dhe llafeve. Shiko. Edhe shumë pavërteta me gjas. Normalisht. Tash jena mësuna me TikTokun, thash e them, gjithmonë ajo fortuna vjen nga publiku apo nga ata që merren me internetin. Gjithmonë pa ditë realitetin. Heshtja ka herë nuk do me thonë se je ke frikë, a kupton? Thjesht nuk të paralajmëron edhe pika, më kupton? Heshtja. Kam hesht për shumë arsye, më kupton? Edhe më ka bëu mirë shumë. Edhe domethënë ka njerë mendoj me veten për çdo verë po na ndodh diçka. A më kupton? Edhe kësaj verë më ndodhi vetëm shumë shqyr Zotit, jo se gjithmonë na ka ndodhur me kon me dikë tjetër në del. Edhe siç ta thash, më mirë ka qenë heshtja, do të thonë, shokët e mi më të ngushtë nuk më kanë lënë, a më kupton do të thonë, kena qenë bashkë, po mendoj arsyeja që s'kom desh, nuk më dash me thonë përgjigjen direkt, a më kupton do të thonë se çu ka qenë situata dhe këta s'm kanë lënë, edhe kjo ka qenë. Pastaj thash hajde se s'po foli këtë javë vesh kur më mirë ishte heshtja. Të gjithë kanë një pyetje, çka ndodhi saktësisht? Ai vendosi ta thot vetë të vërtetën. Më jam nga ata artista sado dhe vërteta tjetë e hitur, unë du që vërteta tjetë e vërtet gjithmonë. Atin, jam për atyre njerëzve për shembull, çdo me konë nuk kom qef me konë e vërteta, sepse jetoj me i vend dhe e vërteta dihet. Ku dihet e vërteta dihet nëpër lagje për shembull apo nëpër njerëz të mëdhenj e dihet që është e vërteta dhe gjithmonë ai trillimi, ata që s'dinë sen mendojnë që e dinë. Ne kemi qenë koncert edhe krejt mirë, kupton? Kemi pas ata mosmarrveshjet. Edhe primi këtyra koncertit, do më thonë, kemi nalë bashkë në zonën ku ata rrinë, kemi nalë me pi diçka aty. Edhe aty jemi takuar, më kupton, nuk është se për shembull dikush ka nalë mua apo edhe kaq aty jemi ndaluar, i kam pa asnjë shqyr Zotit, do më thonë që nuk ka ndodhur dhe për plasje fizike, se sot duhesh me konë edhe strateg me ditë me fol, me fshtu situatave, me qetësu situatën për tjerë, sa më kupton. Edhe ashtu është e vërtetë, më thonë, kanë dalë, edhe ata kanë qenë grumull i madh njerëzish, kupton? Kemi fol, ne jemi distancu komplet, do më thonë, nga njerëzit, kam kupton, kemi fol veç. Jo po si ndodhi, edhe kemi lënë atë muhabet aty, ai të kuptuar kemi edhin. Që okej, e lëm këtu na jena të veriut, a dinë si që kena na rregullat, pse shkum kështu edhe kaq. Kemi qenë gatë diçka që mund të ndodhte shumë e madhe, u qetësum, kupton? U ndam krejt vesh të fol, kupton? Edhe për një moment se të takohen, se nga vjen ai mu aty i kom edhe shok, ta më kupton? Ose i shok që nuk i kom ma, nuk janë një jetë ma. Edhe ishte diçka kështu edhe hajde e bëjmë i video për qef, kështu ka nisë. Në moment, se qishim. Edhe për shembull, unë që a kom punë me ty, pse s'më thu për shembull mua, qa ki pas me mua, për me djemte, s'unë i mohoj për shembull, as në Prishtinë, më thonë dikush qa ki me ata vlezën i kom, se si kom, jam pak kopel me menda, e të më kuptue. S'mund është me pati mund situata si që ja kina bon atjerve. Shumë e vështirë, sepse kur të regosh strateg, plus më kishin pa për herë të parë, kishin emocione. Aje të më kuptue, është edhe kjo, kishin emocione, po të kanë zhe se hera parë që më shifshin. Edhe s'kanë dit, aje të më kuptue. A ke qenë i kërsnuar në ato momente kur është bërë video? Dëgjar se njerëz të kanë pas përshtypjen që ta merr mendja ti e ke pistoletin në kokë. Dëgjar kemi edhin tashit. Nuk kam qef me hyj në ato tema. Hiç. Kam kupto.
Fare, do me thonë s'kam qef mirë për i ka të tema, po kush do të kesh qenë jo Arkimedi, po kush do të kesh qenë s'ka pas mundësi as me livrit. Thjesht po e mendoj këtë sen, s'po e faktoj. Edhe duhesh me ditë vlla me fol me njerëzit. Ka që historia, më kupto, edhe prandaj unë e vllashko kom arrit me fol i fundit për arsye se ças kom një, ças o fol për mua, ti kom tu, jo, kështu kjo është e vërtetë, atë mund ta pyesni edhe njeriu që është transparent për ta treguar, sa mund ta pyesni edhe njeriu që ka qenë, domethënë, a kupton autorin, që kemi ndodhur gjonat. Edhe prandaj e thon fund vetes, po se patëm kështu, se kishim me bon diçka, më kupto, se e la me myllëm, ai të më kuptu. Edhe kaq, pastaj u keq përdor, jo, kështu ti e di që është interneti. Për çdo gjë e madhe çka ka ndodh, o bën viral 2 ditë e para, pastaj njerëzit fillojnë të kfillen, a kupton? Për ti herë se Arkimedi ka një aty vend, unë kom hije, kom dalë në atë vend, ku jetojnë ata. A më kupto? E kom najt aty, edhe për shembull kushdo që e nin këtë muhabet, unë po prit herë se Arkimedi ka hije, ka dalë në atë vend. A më kupto? Ka pas shokun e ngushtë aty. Le të ndalemi tek ajo video. Videoja që trënditi showbizin u dhanë versionet të pafundme, shumica e lëshuan imagjinatën e hipoteza nga më të shmendurat. Por a ishte diçka si që duk. Ky sen ka ndodhur, ne kur jemi takuar një muj që na takuar që është korrik. A kupta video ka dalë ngushtë. A jetë më kuptue. Do me thonë, ne kemi pas njerëz të mbrëmshëm aty, edhe që për shembull live o bon për hatër mos me shku puna keq për 24 orë, të më kuptue për shembull. A kuptoj ai çai live që bon aty jena të dy falc, ti u fshit falc me njëri tjetrin. Tu jam realist. S'kam se më drejt valla. Të dy jena shit falc. So për atë momenti kom fik telefonin. Ti më kupton, më thonë kom ndajt me shokët e mi, na lidh kena lëviz ndryshe. Kanë lëviz ma triple ndryshe. Për shembull, ata se normale, jam shumë transparent këtë intervistë. Edhe kaq. Por si nisi gjithçka? E gjithë kjo furtunë mediatike nisi nga një situatë që stresit realisht nuk i përkiste fare. Siç thot populli, futi therrën në këmbë të shëndosh. Por ky është stresi. Ai zgjodhi të bënte atë që shumë të tjerë nuk guxuan. Të rreshtoi hapur me gjestin dhe të ngrinte zërin për padrejtësitë, edhe pse si njihte personalisht asnjërin prej protagonistëve. Një lëvizje besnikëria apo një gabim i kalkuluar? Sot, a i thot vetës që mu desh mua? Jo, s'jam prej aty në legendave. Jeni mësue me marrë intervista legenda që janë pendue që thonë mirë ja ka bon gjestit, s'jam e i legend. Jo, nuk keni me pa kur atë legend. Am kupto. Edhe normalisht që ka nisë për kësaj pune, edhe normalisht që atëherë ka qenë shumë u pa të bon çështja e madhe, am kuptoj jo deklaratat për Kosovën, unë gjithmonë e kam bon, sërse e kam bon se s'kom fitu sen për kësaj pune, kom bon se ashtu e një për popullin e Kosovës, a kuptoj, kom dalë në mbrojtje do me thonë për këto gjona që ka ndodha, am kuptoj, kaq. Po edhe s'jom penduaj, të më kuptu në kuptimin e fjalës, se qa kom bon, unë jam prej atyre që i shkojnë fundu, nuk jam ai legend se që kanë dalë që e kanë gjujt poshtë, jo po mase a e kuptoj. Kam pa shumë legenda që dalin, jo po se shiko se kës na ka falenderuar, ti pse e ke bon, ai s'ka thonë për mrena diçka për mu të jashtë, ai s'ka ditë. Ti kur e ke bon për video, ti pse po pret feedback. A kupto se këta janë legenda këta janë legenda, ta thot vllavi jot, këta janë legenda meshkuj. Se unë jam realist. Për shembull unë a bësh çfarë rreziku ku marr për ta, ai të më kuptu për shembull. Ai nuk e din. Ka ndodhur fatkeqësia, po kjo është e vërtetë vllai. Se janë nxitu që e kanë heq followim, se nuk i ka di që shën kanë. Saksisht u du me dalë. Kjo situatë qysh ka reflektuar në raport me gjestin? Ne kena pa foton e takimit juve dyve bashkë, masi që ka përfundu Big Brother. Po, e vërtetë, nuk kanë thirrë. Asgjë, po thjesht mbas asaj interviste do e kuptoj të vërtetën. A kuptoj, edhe unë ky kam qenë gjithmonë deri në fund i shkoj saj. I diçka jam kuptoj. Pavarësisht pengesave të rrugës, unë ja u shpjegoj njerëzve, o vëlla, kur bën muzikë të rruga, po na nuk jena në këngë magjike këtu, në rresht. As te Valdrin Saidi, as te Joni Peçi, si na ty porosit kostume, je në rrugë. E dy bën muzikë të rrugë me njerëz të rrugës, bababim. Nuk kime bo pasarel. Këto jo, kjo e ka muzika për shembull apo rrethoja se si vjen arrin deri këtu. Po, unë për shembull prej shumë vite nuk maj mend që jem pas ndonjëherë në shert për punë teme personale, gjithmonë kam bën shumë për të tjerë, nuk i bi peshman, thash, sem pe aty në legendave që kanë dalë në intervista. E qartë, përkundër se mbase personin në fjalën këtë gjestin nuk ta din as ty, si për nuk është problem fare ai muhabet. Ta thash.
se kom problem kush më ma di ti, rëndësi ka që kanë shku punët kështu, edhe tashti s'po di qa po doni me di tjetër. Videoja doli, një Shqipëri e tërfoli, por stresim zgjodhi strategjinë e heshtjes, një lëvizje e kalkuluar. Pse? Bas s'kom pas kontakt me asnjë mo. Kam qenë veti 5 shokët mi në ngusht, edhe s'kemi dalë që i mu e gjysë. Veç kemi najtë në shtëpi. Mas një muaj e gjysë, çka ndodhi që ndroi situata? Nuk ndroi situata, po shikoj na jetojna me event, si më thonë Shqipëria, më kuptoj distancat vogla, edhe e kanë thirrë babën tëm, nëse do në realitetit, dikush tjetër atje, ka shkuar baba jem, me dajën, më kuptoj, o kanë dhe vllavi i madh në duket. Kanë shkuar, janë takuar me dikon tjetër, kanë hongër një drekë aty. Edhe masi kanë marru drekën, aty kanë thonë qysh ka shku kjo punë, se edhe neve na ka ra pa kesh, a kupto, sa i ka hinje ka dalë këtu, ka thonë, a kupto. Sali ka thonë babës tem, edhe na ka ra pa kesh e kështu e. E baba embe ka morë vesh i fundit këtë histori. E tani në fund të drekës, e kanë thirrë tjatin e personit fjalë, e kanë thirrë, ka orë tavolinë, normalisht baba em është malsor, edhe ata malsor më rëgjinë, njeriu që i ka thirrë tavolinë, më kupto, në takua, më kupto, dhe kanë bisedua dy baballarët bashkë, e të më kuptua. Edhe tani une nuk e kam ditë që du takot edhe baba i atit personit fjalë, e kam marrë vesh se që ashtu i kanë thonë babës te, kanë thonë Sali që për ta thirrë edhe këshift, a më kupto. Veç ta bim tavolini, ka thonë dhe keni mu kuptu edhe normalisht kanë folë, nuk e di se që kanë folë paka shumë, kur ka orë e kam marrë vesh, normalisht që, si me ta thonë, babën du të me respektue një jetë, kupton? Sepse është baba, ta du të mja nije, dhe me thonë. Edhe normalisht që unë s'kam qenë i knaqur, por duke marrë parasysh se kush jam e kush më njeh mua dhe qysh është po e tregoj situatën, tash kjo është e vërteta. Edhe e di që kjo intervistë ka mu incizu dhe unë nuk do jem këtu kur dali kjo intervistë, kupton? Babën teme kanë rënduar, dhe më thonë shokët, dhe kanë kërku, i kanë thonë Sali, shokë që i ka 40 vjetë, kupton nga, dhe më thonë që du të mi ujë, apo i të më kuptuaj, djemë. Edhe unë ja kombinohet babës në dorë, edhe unë tash vostoj, kam albumin, edhe baba e di mas mirë t'ja punë. Nuk besoj që do jem në takim, qoftë se ndodh. Kjo është e vërteta dhe nuk besoj. Por gjëtësia u prish sërish dhe këtë herë në mënyrë shërdhuese. Një shpërthim tritoli, trënditje dhe mediat. Askush nuk e tha publikisht, por në zëm, gishti akuzës u drejtua me njëherë nga stresi. Por a ishte ai. E vërteta, se që do ta dëgjoni, është komplet ndryshe. Të lajmet bëhen viral, a më kupton në përtan portalet e këta, nuk kam vepru kurune me këto gjona, se sa na kanë shajt në për Shqipëri, që u patën bëhen këta budale dhe këqije, që sa na kanë shajt, ashtu i bje nuk del tritoli kujt me janua, apo më kupton? Na sjena tritolit, la. Më kupton? Sjena na tritolit, nuk i hakush ato intriga që janë bëhen. Ashtu kështu që sa s'to më bëj fare, ashtu e di edhe më kam një gjuhë, po s'to më bëj fare me këto budalishe. Në mes të kësaj lufte ndodhi diçka e çuditshme, ndryshe nga stresi që gjithmonë hidhet në zjarr për miq, kjo situatë testoi besnikërit. Për krahje hapur publike ishte vakët dhe sigurisht heshtja më e bujshme, ajo e nojzit. Në ato momente, shoku më i ngushtë është vetmia. Mos e harro këtë sen. Për çdo kënd, më kupton. Edhe ata që mund përkrahin në të mirën të keq nuk janë artista. Mos harro këtë sen. Nuk janë ata që shknojë dhone. Jo, shokët e mi që më përkrahin në të mirën të keq nuk janë artista. Kupton? Nuk kem raport me to, shkoj hala mirë, a më kupton, shkojmë shumë mirë, familjarisht, normalisht. Po nuk janë. Në të mirën të keq nuk janë as TikTokut, as s'kanë rrjete sociale, kanë gjithë që si telefoni i mojmë krejt, edhe s'kan lidhë ata me bodën e internetit, ata që janë për mund mirën keq, s'kan lidhë hiç, bile ata i tutën internetit. Reagimet e miqve mund të kenë qenë të pakta, por memet shpërthyen kudo.
rrihet humorgjësisht me situatën, por a e preku kjo stresin, siç duket ai vetë ka parë dhe ka një përgjigje ironike për krijuesit. I herë kreti kam pa memet, që vjen me qesh është për shembull se ishin çifte, burra e gra që e bëjshin. A din? Domethënë çifte që domethënë unë nuk e si i gjykon. Ai të më kuptue. Se unë kam bën dikon. Edhe unë mund të kem bën dikon mema, ai të më kuptue. Edhe ata nuk e kuptojnë që ajo kanë, domethënë çu më thon zvarësia jam, apo këtë sepse në një takim të tillë apo siç mund të takohen dy grupe ndërsir apo kështu mundet më shku shumë keq, më kuptoj. Do të thash unë u tregova strateg, më kuptoj. Normalisht që turp, se këti njoh ata, ai të më kuptue. Normalisht edhe u tregova strateg se dush më tregu strateg sot. Më kuptoj. Tak, ja shtek rojnë tjetër, hajde fulemi ç'ke. Kuptoj. Edhe thash, ishën edhe të emocionuar shumë, se hera parë këshin po. Ai qëndroi heshtur në rrjetet sociale, strategjikisht, por një postim i vetëm mjaftoi për të ringjallur gjithë zhurmën. Gjithçka, shumë zhurmë për asgjë. Unë kom dalë publikisht kundrejt meshkujve, kam kuptoj. Se kom pas në kuptimin, shë merë si dënë, ai të më kuptuve. Shtë jetë si që publikohet në Instagram. Më ta kem pas i natin me i femër, apo me tjetër. S'po mi marrë direkte. Po gjithmonë jemi pak ironik, a kuptoj, kaq. Dhe ja ku jemi sot. Kjo sagë pabesueshme mori fund dhe si u mbyll, jo me ligjin e showbizit, por me ligjin e kanunit. Epilogu ishte ai i dukuri, besa e burrave shqiptar. Takimi i Sali Lushajt me Jozin i vuri kapakun gjithçkaje. Por a do të thotë kjo paqe edhe një bashkim? A ka gjasa të shohim të dy artistët bashk? Kjo intervistë që po incizojmë sot, kur del unë nuk do jem këtu. Do kem mik për albumin, ku po punoj. Edhe do jetë baba jam për shembull, më kupton? Sa e kam marrë aty, babën tem kanë ardhur më thonë që e kanë takuar, më kupton, shokët e vet. E ne që shkoj këto punë. Se thonë vjetët kanë qef veç me mshel. Trit kanë qef me qel. Po kupton? Po tani s'po di, unë thash, u kam shumë respekt për babën tem. Mu herë më pa baba jam atë e kuptoj. Edhe ata emra që i kanë ardhur babës tem janë njerëzit më të, si thonë ma burrat më të mirë. Që kanë ardhur kanë rënduar për këtë muhabet kuptimi shko se Sali, am kupton. Ndërsa të gjithë mendonin të izoluar, stresi po mbyllte kapituj të vjetër. Dëshmitar okulare pon atë jo me një, por me dy banore të njohura të Big Brother VIP, duke sheshuar përfundimisht fjalët e së kaluarës. Unë kam sheshit madhe në Kosovë, flasë gjeneratës tem. Edhe kishin ardhur ato shoqet në Tiranë, edhe kanë qenë me një darkë, edhe hajtë se po e thirim se moti se kena nije. Edhe qaj shoqi i kom sa para 2 javë, unë s'kom dalë për kërkon për i mahallës, për kërkon bosë s'kom dalë me takue. Ato e kam shumë shoqet forta, dhe me thonë, kur kanë thirë, kur ka thonë me kon janë, edhe i veç ja kom bo, pa jo drenusha, pse ka folë kesh për mu, Big Brother i thash. Ka thonë, ja keni dhonë qëmimin atit narkomanit. Edhe këta e pas kanë pas me voice, adin, edhe kur e kap drenusha telefonit, o vlav jem, po s'pedi qa kom thonë, adin se këne janë ne, e hajde tha ta, e ke shehun se ma si njeri, apo kupton? Qështu, kur shkoj aty e pash, po dhe atë Loredanin që ishte aty edhe kaq. Shumë gocë mirë, respekte shumë për to. Në thonë, shumë bobe kaq, po nuk e di kush ta pas ka thonë ty këtë informacion nga pas ka rrjedh. Se s'ka në gjo me hongër dark apo me rastis me i dark t'il. Dark miqësore me sa. Dark miqësore, po pa tjetër edhe kështu në mund. Por për t'ja vënë pikën gjithë kësaj historie, ka një lajm të rrallë specifik, një gënjeshtër që ka bezdisur më shumë se çdo gjë tjetër këto muaj. Sonta i ka 2 fjalë. I gazetarë në Kosovë thoi ke e kanë re me video, keq ata që thojnë e kanë re familje pensit. Nëse po re, nëse kanë ndodha i sen. Po bojnë me ping, nëse është e vërtet, adin qëtash po. Në shket e pa vërtet, edhe qas kom një për vetën, adin, po gjithmonë qëtësin teme, adin, thoshe hajtë se i dio nësë që shkojnë të punë kanë me mësu të vërtetën. Kash, për pos kash s'kam qa me thona si gjo tjetër, kështu ka qenë, kështu ka ndodhë, kjo është e vërteta edhe ta tregova si kanë shku punët, edhe kaq. Jemi që jemi, nuk mund ta linim pa prekur kapitullin Casey. Historia e tyre dashurisë me pafund epizode ku qëndron sot. Duket se gjithçka është thyer në respekt,
Kjo është deklarata e tij e fundit mbi këtë çështje. Ju e dini që unë kam debulesë, kam shumë respekt për atë vajzë, edhe kaq, domethënë. Nuk ka më histori mes nesh se u bë legjend. Ama ju e dini unë e kom ditë me zgjedh tonë jetën. Adin është vajzë shumë mashallah. Kështu që kaq respekt edhe. Me shumë keq. S'kam çfarë të them më shumë, më kuptos. Kom jetën teme, çdo kush ka jetën e vet. Shumë e qartë. Po, kur jemi respektohemi, kujtojmë ata ti e kështu edhe kaq. Fantazi. Apo po, një çift shembull. E vërtet, Kemi e qenë. vërtet. Qa kemi qenë. Zhurma përfundoi, stresi doli nga stuhia dhe tani është koha për punë. Për një muaj të plot, reperi do të ngujohet në studio për surprizat muzikore që na presin në vjetor. Deri atëherë, sonte, ai I tha të gjitha.